Bishani është izoluar për shkak të ujrave të lumit Vjos. Deri në mesditë niveli i ujit në nën kalim dhe kishte arritur nivelin e 2 metrave. Qarkullimi i banorëve është bërë i pamundur edhe me automjete. Bishani është një ndër fshatrat e izoluar të njësisë administrative të Novoselës për shkak të daljes së lumit Vjos nga shtrati. Si pasojë e situatës problematike këtu tek nënkalimi pranë urës, si kundër po ndihni edhe nga pamjet pasmeje, lumi ka krijuar një vorbull e cila është duke u shtuar normalisht si pasojë edhe e prurjeve, por kjo gjë ka sjell problematika duke bërë të mundur kalimin e banorëve të kësaj zone nga njëra anë e rrugës në tjetrën. Pra çka do të thotë që në këto momente komunikimi mes fshatit Bishan dhe Novoselës mund të themi se është i ndërprer, pasi qytetarët mund të kalojnë vetëm nëpërmjet mjeteve të ushtrisë të vendosura në dispozicion. Banorët të cilët duan të kalojnë në këtë aks e kanë patur të vështirë dhe të pamundur aksesin në nënkalim për të hyrë në fshatin Bishan. Bllokimi i rrugës ka izoluar edhe banorët e fshatrave të tjerë, si Poro, Pishporo apo edhe Delisuf. Atëre jeni do të kaloni pas kaloni? Po do të kaloni me atan, po ka era mbrëm në orën 10:11 ishte ujë deri atjela, dhe kështu detyrova ktheva mbrapsh. Kurse sot duhet ta provoj një herë, po me të drejtën është e pamundur se ujë të vërshon ka dy anë dhe këtë edhe në mbatan, edhe qarkulloni një tash duhet ta provoj, po do riskoj kot është kështu çat temon që kjo gjë ndodh se ujët e lumit po bie, ka rënë deri diku, po jo aq i ndjeshëm që se vetë shikoni dhe ju që ujët vërshon nga dy akrat, e shikoni? Do e provoj, po gjë e kot është. Unë mbaroj në Poro të Vlorës, edhe duhet të kaloj këtu, se kjo është vetëm vendi kryesor, se jo do të kthej mbrapsht, mbrëm fjeta në fier. Te njerëzit e mi, u detyrova të flij atje se s'kisha ku do vija. Nga krau tjetër nga Akrenje nuk i bie dot. Ky është vendi kryesor që i bie të kalosh. Vendi i kalushëm që s'kemi nga të vëm. Kjo është. Mjetet e ushtrisë kanë qenë të vendosura në dispozicion. Ato kanë bërë edhe transportin e banorëve nga Bishani dhe fshatrat e tjerë drejt Novoselës për të kaluar në nënkalimin problematik. E megjithse ka një rënje të prurjeve të lumit Vjos, situata mbetet problematike në Bishan, edhe autoritetet e rendit kanë qenë në gatishmëri të plotë. Shumë qytetarë të cilët këtë të premte kanë marrë rrugën në drejtim të Bishanit apo edhe fshatrave të tjerë të njësive administrative të Novoselës u është dashur të mbeten në trafik ose të kthehen mbrapsh.